Një tjetër teren sportiv në qytetin e Vlorës mund të konsiderohet prej muajsh jashtë funksionit. Bëhet fjalë për një fushë sportive të ndërtuar disa vite më parë në zonën e Kumes, pjesë e lagjes 24 maj, e cila sot nuk ka më asnjë funksion. Në të nuk ka mbetur asnjë element që mund ta quash një fushë sporti. Kjo për shkak se prej fushës së vjetër sportive nuk ka mbetur më asgjë. Aty ka patur të krijuara disa lodra për fëmijë, si lëkundse, lisharse, por edhe vende se ku mund të kryej aktiviteti fizik paralele apo hekur horizontal. Por nga ato të cilat më parë janë vendosur në zonë, sot nuk ka mbetur më asgjë, veç 2 porta hekuri, edhe ato të shkatëruara, të cilat mund të themi që përdoren ende për të luajtur futboll. Jo vetëm kaq, por aty është dëmtuar edhe bazamenti prej betoni, duke të treguar dëmtimin serioz që ka ky teren sportiv vitet e fundit. Madje pjesë e dëmtimit kanë rënë edhe shtyllat e ndriçimit aty pranë. Disa prej ndriçuesve janë goditur me gur, janë thyer duke dalë totalisht jashtë funksionit dhe duke mos ofruar sot ndriçimin për gjatë mbrëmjeve kryesisht. Vlen të theksoj se në zonë, siç ndiqet edhe nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, janë me 10 fëmijë që jetojnë çdo ditë. Familje që kanë në përbërjet e tyre fëmijë, adoleshent, të rinj dhe të reja, të cilat mund ta shfrytëzonin fare mirë këtë teren sportiv nëse do ta kishin mundësinë. Për shkak se shumë terene sportive po shkatërohen duke dalë dita ditës jashtë funksionit, edhe për shkak të mungesës së ndërgjegjësimit dhe kulturës qytetare, Vlora është kthyer në një qytet i cili tashmë ka vetëm një pakicë terene sportive, fusha sporti në numër minimal që nuk shërbejnë për të rinjtë e qytetit. Edhe ato pak terene sportive të ndërtuara vitet e fundit kanë rënë prej shumë shpejt e dëmtimit, duke dalë jashtë funksionit. Me këto ritme të vandalizimit të tyre, në pak vite rrezikohen që Vlora të mbetet pa fusha sporti për të rinjt.